A e njeni këtë legjendë? Bekem Fehmiu ka qenë një aktor i madh shqiptar me famë ndërkombëtare, i cili e ka arrit edhe të paarritshme. Ai e ka fillu karrierën e tij në teatr në Prishtinë e më pas ka vazhdu në Beograd. Ishte aktori i parë nga Europa lindore që ka lujt në Hollywood, edhe ka mbet ikon e kinemas. Përveç karrierës së tij në film, ai e ka preferu edhe teatrin, duke lujt në 9 gjuhë të ndryshme. E këta janë disa nga filmat më të njohur të Fehmiut. I Even Met Happy Gypsies, një film i nominuar për Oscar. The Adventurers, filmi i tij i parë amerikan. The Deserter, Permission to Kill, Black Sunday, edhe La Voce, ku e ka lujt babën e Nën Terezës. Bekem Fehmiu mbetet një figurë e jashtëzakonshme edhe një frymëzim për aktorët shqiptar, duke e lënë një trashëgimi të paharrueshme në artin edhe kinematografin botërore. E për ma shumë kontent si kë, subscribe në Urban FM 103.5 në YouTube.